ajo që na kap na duart, i bie me duart krevatit, sepse ajo nuk shpreh dot me gojë. Edhe i thon vajzës mos qaj, marr me të mirë, i thon do vi babi me mami nesër të takojmë. Pra, po janë shumë gjëra, dhe me thënë që më bëjnë të mendoj shumë gjëra. Kam kërkuar dosjen e shëndetit vajzës, për që avokatit i shikoj ato që ti ka qenë gjendja vajzës edhe si ka ndryshuar. Po ata nuk i japin, nuk e di përse. Edhe konsulli shqiptar ka telefonuar disa herë. Nuk u dorëzuam që në fillim që kur lindi vajza, sepse na propozuan kur lindi vajza na thanë që ju propozojnë, dhe me thënë që mos të vazhdoni me vajzën. Edhe i thash jo, i thash e solli Zoti një jetë edhe ai vetëm ai mund ta marrë. Është e dhënë. Asnjëherë do të themi.